do të rikthej vëmendjen tek uraniumi i pasuruar pasi e njëjta deklaratë u bë edhe në luftën e mbajtur 12 ditore të qershorit të vitit 2024 ku pretenduan se e morën uraniumin e pasuruar, se pati një goditje, ndërkohë që ky pretendim është rikthyer sërish në skenën politike amerikane me Donald Trump, i cili tha vetëm mbrëmjen e dieshme se nuk e intereson se çfarë kostosh ka kjo luftë për popullin amerikan. Kur bëhet fjalë për një Iran me armë bërthamore, Shtetet e Bashkuara nuk do ta lejojnë diçka të tillë. Ndërkohë Trump duket se ka në fokus të vëmendjes së tij mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara dhe kthimin ose më saktë mbajtjen e industrisë ushtarake amerikane si lideri kryesor në mbar botën, për të qenë korrekt. Kishte prezantuar një plan për të ndërtuar Golden Dome, një sistem të mbrojtjes ajrore në bashkëpunim me kompanitë izraelite, vend ky i cili ka 3 prej sistemeve më të mira globalisht të mbrojtjes ajrore. Dhe së fundi raportet më të reja kanë treguar se kostoja për ndërtimin e këtij sistemi është rritur nga deklaratat e bëra nga Donald Trump prej 175 miliard dollarësh në më shumë se 1.2 trilion dollar. Për t'ju dhënë një paralele, Shtetet e Bashkuara kërkojnë që vitin e ardhshëm të çojnë buxhetin e tyre të mbrojtjes në 1.5 trilion dollar. Dhe vetëm ndërtimi i Golden Dome do të kërkonte një investim prej 1.2 trilion dollarësh. Vetëm kostot e blerjes do të ishin mbi 1 trilion dollar, duke përfshirë shtesat e interceptorëve dhe një sistem paralajmërimi dhe gjurmimi të raketave në hapësirë, sipas raportit më të ri. Por surpriza më e madhe në këtë deklaratë që vjen nga autoritetet amerikane lidhet me faktin se Golden Dome nuk mund të jetë 100% i saktë. Saktësia e tij është tetë e lartë, por do të ishte sfiduese përdorimi i një sistemi kaq të shtrenjtë përballë raketave të cilat janë prodhuar nga armiqtë kryesorë të Shteteve të Bashkuara, përfshirë këtu Kinën dhe Rusinë, të cilat kanë pretenduar se kanë raketa të cilat janë të afta të mos detektohen nga sistemet më të mira globale të mbrojtjes ajrore.